Në radhë parë atyre shtetëror, që lëshuan përmes rrezë digjitale breshëri masive avatarësh në profile falso, të cilët tani më i kemi të dokumentuar. Po çfarë interesi kanë ustallarët malinj për Shqipërinë? Zero. Zero. As për qeverinë, as për opozitën, as për popullin. Zero. Vetëm kaosin dhe rënimin e besimit që shqiptarët të mos i besojnë më askujt. As shtetit, as medias, as drejtësisë, as parlamentit, as Europës, as njëri tjetrit. Sepse një vend pa besim është i pambrojtur dhe një demokraci pa besim është një shesh për çdo përshesh. Fakti që për herë të parë Shqipëria përjetoi shihen e stërkeqe të dasisë fetare dhe të urrëties etnike, të cilat u manifestuan për turpin e të gjithëve ne në rrugën e protestës, ishte drejt për drejt objektivi i operacionit të tyre. Shënjestrimi i kombit hebre me një antisemitizëm të panjohur për Shqipërinë, deri në atë moment, që shkoi deri tek shkulja e flamurit të ambasadës Izraelit, edhe ajo e nxitur nga element të huaj, që në atë rast ishin fizikisht rrotull dhe shfrytzuan një tuf nga të verbrit vendor, ishte përdhunimi publik i kujtesës së shenjtë të atyre familjeve shqiptare, në shumicë muslimane, që i dhanë lavdi dhe nder për jetë Shqipërisë, duke marrë në mbrojtje hebrejt me jetën e tyre dhe duke i treguar Europës së madhe, të të pasurve dhe të fuqishme, se një vend i vogël, i varfër dhe i dobët, u bë busulla e mbetur morale e një kontinenti tërë.